Si është e mundur që 16 vite BD-ja ka udhëhequr me këtë komunë, 20 vite pushtet lokal, ndërsa fshatrat akoma kanë problem me kanalizimin? Ku të shkojsh para, investimet? Është realitet ajo. Do të shumë, Bukovina shumë e madhe, a? Shumë projekte, 16 vendbanime, ka një punë bësh në vendbanim, do thotë ti 16 projekte duhet. Po si do të kërkoni votën e këtyre fshatrave, ndërkohë ne po flasim akoma për kushte mesjetare. Po pse deri me tani nuk është bërë? Se disa drejtori shohin në për tubimet e juaja partijake? Nuk jam bashkëpartijak si të E megjithatë, ai sërish sot kërkon mandatin e dytë. Por pyetja është e thjeshtë, a e meriton? Dhe nëse janë realizuar të gjithë premtimet e tij, dhe pse duhet banorët e Bukovinës t'i besojnë sërish?